Përshëndetje. Ndërkohë që Anila Denaj, përgjegjëse për sigurinë ushqimore në vend, vazhdon fushatën dhe drejton çetën e saj të patronazhistëve, zyrtarisht është konfirmuar prania e alfa-toksinës në qumësh në disa raste. Zbulimi është bërë nga emisionit Piranjat, por është pranuar edhe nga vetë AKU. E vendosur para fakteve, kjo agjenci nuk ka mundur të fshehë fenomenin shqetësues. Janë të paktën 6 raste të konstatuara, të verifikuar pas analizave. Bëhet fjalë për mostra të marrë në qumësh që është konsumuar nga janari e deri më tani. Alfa-toksina është një substancë helmuese, toksike, që dëmton rënd shëndetin e njeriut. Ndërkohë që Bashkimi Evropian ka protokolle të rrepta për mbajtjen nën kontroll, Ministrja jonë e Bujqësisë ka protokolle të rrepta për të mbajtur të fshehtë lajmin, siç ka ndodhur edhe më parë me salmonelen apo me pesticidet në mandarinet tona. I kërkojmë sërish zonjës Denaj, në ato pak ditë që i ka ngelur në detyrë, të kryej detyrën dhe të bëjë transparencë të plotë mbi praninë e alfa-toksinës në qumësh, burimin e saj, pasi për 12 vite ka dështuar të ofrojnë siguri për ushqimet më të shtrenjta në rajon që paguan gjithsecili prej nesh. I kujtojmë spakut se neglizhenca apo shpërdorimi i detyrës mbi sigurinë ushqimore është një shkelje e rëndë e ligjit dhe cënon drejt për drejt shëndetin e njeriut. Partia Demokratike do të shpall institucionin e sigurisë ushqimore si institucion të sigurisë kombëtare dhe do jemi të angazhuar me ekspertët më të mirë për një ndryshim rrënjësor dhe të shpejtë për të garantuar çdo familje që ushqimet në tregjet tona janë të sigurta. Një platformë që do ta bëjmë publike së shpejti, një platformë që do sjellë një transformim total, do garantoj siguri ushqimore për qytetarët, do garantoj siguri ushqimore për familjet shqiptare. Ju faleminderit.